po flasim për kapitullin të cilën e titulluam Synoje të mirën, Allahu i Madhreshëm do të hap shtigjet hajrit. Në këtë kapitull ka shumë gjëra të ngjashme që dalin apo ndërtohen mbi këtë bazë. Do të thotë le të jetë themeli dhe bazamenti synoje të mirën. Për shembull, nëse je i pamartuar, në momentin kur ke vendos dhe kur ke fillu seriozisht me mendu që ti duhesh të krijon familje, që ti duhesh të martohesh, atëherë për martesën tënde synoje të mirën dhe synoje që ta martosh një grua shëmbullore dhe një bashkëshorte të mirë, atëherë Allahu padyshim ka me ta mundsu dhe ka me të furnizu dhe Allahu ka me ta zgjedh ty një rob të hajrit. Synoje që ta ndërtosh një familje të shëndosh, e një familje të mrekullueshme, e një familje të mbar, sigurisht se Allahu i Madhreshëm edhe këtë ty do ta mundson, nga se Allahu subhanahu wa taala gjithmonë njerëzit i shpërblen konform apo çfarë ata e kanë qëllimin dhe niyetin, Allahu subhanahu wa taala i shpërblen në atë formë nga se shpërblimi vjen nga vetë lloji i veprës. Prandaj kanë thonë ulemaja, kur Allahu e din se në zemrën e njeriut ka hajër, atëherë Allahu dhul xhelal ja përgatit terrenin dhe ja jap mundësit këtij robi që ajo mirësia e tij e deponuar në zemër të shpërfaqet dhe ajo mirësi të shpërdohet gjithandej. Kisha dashur, pasi që jemi ka fundi i këtij emisioni, kisha dashur të ndalem edhe tek një moment tjetër i cili ndërlidhet edhe me temën tonë edhe me hadithin tonë. Fjala është për një çështje që ka të bëjë me faktin se kur dikush të kërkon diçka për hir të Allahut, atëherë ti të lutem mos e refuzo atë njeri. Do thotë le të na shërbej neve ky rregull dhe ky mësim si një parim i përgjithshëm që ne jetën tonë do ta jetojmë mbi hijen e këtij parimi. Parimi cili që nga parimi është ky. Kur ndokush vjen dhe ta troket derën dhe të përgjërohet dhe të kërkon diçka, qoftë ajo materiale apo jo materiale, për hir të Allahut, atëherë ti mundohu që këtë njeri mos me e zhgënjy dhe mos me e refuzu apo mos me e lanë duar bosh. Nga se nëse më lejoni ta shpjegoj këtë edhe pak që ta kuptojmë më mirë. Në jetën tonë kemi dëgju, po ka mundësi që edhe të na ketë ndodhur çdo kujt prej neve kjo çka po du me e thonë tani. Ne kemi dëgju apo ka mundësi që të jemi edhe pjesë e këtyre ngjarjeve edhe ne vet, kur poezojmë, ne shkojmë dhe ja trokasim derën një njeriu autoritet, ndonjë personaliteti që ai të ndërmjetësoj për ndonjë punë, për ndonjë nevojë, për ndonjë hall që ne e kemi. Gjithmonë po flasim në aspektin pozitiv. Dhe njerëzit të cilët janë personalitete, njerëzit të cilët kanë autoritet në rrethin dhe shoqërinë ku jetojnë, njerëzit të cilët kanë ndikim me jetën e tyre, ata në momentin kur shkojnë dhe u atrokasin dyrve njerëzve që tu kryjnë këto shërbime njerëzve, ata zakonisht dalin nga dhënjyes dhe dalin me plot suksese në këto angazhimet e tyre. Nëse ne gjatë jetës tonë në emër të konsideratës i pranojmë njerëzit me nam, njerëzit me personalitet, njerëzit me ndikim dhe na vjen keq që atyre t'u kthejmë apo t'i lojmë duar bosh, na vjen keq që ne të mos ju përgjigjemi atyre pozitivisht. Atëherë pyetja jon është kjo. Nëse ndokush neve na kërkon diçka për hir të Allahut, atëherë cila është konsiderata jon përballë kësaj kërkese që ky njeri po kërkon diçka prej teje dhe këtë po e artikulon duke thënë për hir të Allahut të lutem, a ke mundësi këtë punë me ma kry? A ke mundësi këtë shërbim me ma bë? Dhe nëse ne, si besimtar të denj, si musliman të vërtet, e njohim dhe e dim madhrinë e Allahut hak, atëherë sigurisht se kjo konsiderat duhet të na bëjë neve që të mos i zhgënjejmë apo të mos i lejmë njerëzit të zhgënjyer kur ata kanë kërkesa në gjëra të tilla.